qartë, krimi i organizuar ka një ose dy përfaqësues. Dhe sova për shembull për të bërë bindshëm se nuk na besojnë me këto që po ndodhin, që bashkëkryetari i grupit ton, zoti Gogu, një njeri nderuar, i kush mund të jetë dakord me mendimet e tij apo jo, po e nderon parlamentin shqiptar, erdhi pas 2-3 njerëzve të panjohur dhe që janë të eksponentë të krimit në Tiranë. Kështu ka ndodhur në Durrës, në Elbasan. Unë e di që dhe shumë të shikues na shikojnë tani dhe thonë dhe për mua, por dhe për deputetët e opozitës që ishin ata shumë të ashpër, që ne i bëjmë keq Shqipërisë. Unë besoj se më mirë të jemi të dobishëm edhe të vërtet, se sa të mbulojmë këto fakte dhe Shqipëria të vejë drejt greminës dhe të mos jetë vejë drejt Evropës. Pra, kam zgjedhur të jemi dobishëm dhe të them të vërtetat e mia, duke bërë edhe pse për tani mund shumë njerëz besojnë se ne po i bëjmë keq, po bëjmë disë reklam të keqe ndaj shtetit ton, po kjo gjë nuk është e vërtetë. Duhet pastruhet, populli shqiptar ka jetuar 45 vjet diktatori, nuk do një neodiktatori të re. Unë ftoj juve dhe gazetarët që janë në studio të investigojnë cilat janë lidhjet e zotit Tagashi me gjyqtaren Gjoka. Gjoka. Pra, ishte një nga faktorët që komandonte gjyqësorin, komandonte zgjedhjet, ishte një njeri shumë afër kryeministrit, i cili ka ikur. Ju keni informacion vetë për këtë gjë? Keni një informacion tuaj? Për këtë lidhje apo i aludoni për shkak të... Nuk kam diçka që mund të them më shumë, po ishte ai që mbronte zonjën Gjoka. Ishte njeriu që mbante zonjën Gjoka në sistem. Pra, dhe po flasim për Irena Gjokën, për njeriun i cili ka si çështjen e opozitës, pra të liderit opozitës Sali Berisha, ka qenë në çështjen tuaj, është në çështjet më të rëndësishme. Pra, se kjo pastaj bën një linjë direkte, po themi ne, të kapjes së sistemit të drejtësisë, pra këtu nuk është çështja vetëm e zgjedhjeve që janë të kapura, influenca e krimit organizuar, por kjo është pastaj një lidhje e drejtë për drejtë për kapjen e drejtësisë, po nga të njëjtat grupime. Pra nuk funksionon ndarja pushteteve. Drejtësia në vendin tonë është dora e zgjatur e pushtetit. Kjo nuk mund të ketë zgjedhje, kjo vrau zgjedhjet, vrau demokracinë. Nuk është puna se zgjedhjet mund të ishin ndryshe, nuk ka si të do ndryshe. Janë të kapur. Po. Kemi përpara punë të madhe për të sqaruar. Këtu duhet të qëndroj. Mund ta pyes zoti Beleri, kur thoni që zoti Agasi dhe gjyqtarja Gjoka kanë lidhje, çfarë nuk kuptoni dhe çfarë informacione keni ju për t'i dhënë më shumë vlerë kësaj deklarate? Si jap dot më shumë, po. U thash, është njeriu që mban zonjën, edhe pse zonja Gjoka është kapur jo njërë, po disa herë me preshën e duar, dikush po e mban në sistem. Njeriu që garantonte, impononte vendimet dhe garantonte qëndrimin e saj në sistem, ishte zoti Agasi.